Nxënësit e klasave të nënta nga shkolla fillore për parimi Qegran, në kuadër të projektit Gazetari Investigative, realizuan një vizitë edukative në ambientet e televizionit Globi, me qëllim njohin nga afër me punën mediatike dhe zhvillimin e aftësive hulumtuese dhe gazetareske. Projekti është një pilot program i mbështetur nga Parlamenti i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe NDI, ndërsa udhëhiqet nga mësimdhënësi Selajdin Abduli. Gjatë vizitës, nxënësit patën mundësinë të njihen me procesin e realizimit të intervistave, mënyrën e marrjes dhe verifikimit të informacionit, si dhe me rëndësinë e gazetarisë në trajtimin e çështjeve me interes publik. Në deklaratën e tij, Abduli theksoi se qëllimi i projektit është forcimi i kapaciteteve të nxënësve në fushën e gazetarisë investigative dhe zhvillimi i qasjes kritike ndaj temave që prekin komunitetin. Qëllimi i kësaj vizite është përforcimi i kapaciteteve të nxënësve për sa i përket gazetarisë dhe aftësimi i tyre për të realizuar intervista, për të marrë informacion, i cili informacion do na shërbejë për ta hulumtuar respektivisht temën e ambientit jetësor dhe për të nxjerrë konkluzione sa më të shëndoshta në lidhje me realitetin për sa i përket ambientit jetësor në qytetin e Gostivarit. Ai bëri të ditur se projekti do të vazhdojë edhe me intervista dhe aktivitete në institucione komunale dhe shtetërore, ku nxënësit do të kenë mundësi të analizojnë nga afër çështjet që lidhen me ambientin jetësor dhe sfidat ekologjike në qytet. Përveç vizitës së sotme në studiot e TV Globit, siç thash më parë, i cili ka për qëllim përforcimin e kapaciteteve të nxënësve, projekti do vazhdojë me intervista në institucionet shtetërore të cilat dhe komunale në qytetin e Gostivarit. Dhe pas intervistave kuptohet ne do bëjmë një rrumbullaksim të ideve, të mendimeve, të atyre që shton dhe asaj e cila është realitet në qytetin tonë për sa i përket ambientit jetësor. Vizita në televizionin Globi u vlerësua si një përvojë e rëndësishme për nxënësit, duke u ofruar atyre njohuri praktike mbi rolin e medias dhe rëndësinë e informimit të drejtë dhe profesional.